Bota $1 she Papa Franceskut brenda pasurisë së fshehur të Vatikanit. Një qytet prehari i sunduar nga njeri që i shmanget luksit. Ky është Vatikani, një mbretëri kontradiktash. Pas mureve të tij të lashta, shihen thesare me vlerë miliarda. Megjithatë, lideri i saj drejton një Ford Focus modest. Si e komandon shtetin më i vogël në botë pasurinë e perandorive ndërsa predikon varfërinë? Sot, ne po tërheqim perdën e kadifes mbi paradoksi $1 të Papa Franceskut. Për të gjithë ata që vlerësojnë përmbajtjen time dhe duan të kontribuojnë në zhvillimin e kanalit, ju ftoj të bëheni abonent mbështetës për një shumë simbolike. Mbështetja juaj sado e vogël më mundson të krijojmë materiale më të mira, me cilësi më të lartë dhe më shumë vlerë për ju. Faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugëtimi. Mirë se vini. Destinacioni juaj i preferuar për asete mahnitse, stilet elitare të jetës dhe lukset më ekstravagante në botë. Nëse pasuria është atmosfera juaj, shtypni subscribe, like dhe aktivizoni njoftimet, sepse ajo që do t'u tregoj nuk është e zakonshme. Thesaret e pashmuara të koleksionit të artit të Vatikanit. Hyni në bazilikën e Shën Pietrit ose Muzet e Vatikanit